Si duket, humbësit kronik nuk duan ta humbasin as këtë rast, për të bërë të vetmen gjë që din të bëjnë më mirë se kushdo tjetër në botë, të humbin përsëri rastin, duke vazhduar t'i bini shqiptarët se nuk vlejnë për asgjë tjetër përveç se për të përfaqësuar dhe mishëruar humbjen në të gjitha format dhe në të gjitha dimensionet e saj. Dhe është vërtet për të ardhur keq. Po të mendosh se sot në fakt ju kishit mundësinë të deklaronit fitore. Fitoren tuaj më domethënëse, sepse në fakt si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar për jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kur, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Tani ju mund të mendoni se unë po tallem. Mund të tallem këta me ju. Unë me ju nuk tallem. Unë s'tallem kur me fitoret tuaja. Dhe sot ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikopteret e ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj. Ju arritët këtë, fituat dhe këtë herë, dhe faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja ju jap pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe larg qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa, jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Po s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po.